Pas ditëve problematike të krijuara nga dalja e shtratit në lumit Vjos në njësinë administrative të Novoselës, situata sot paraqitet me qetë. Niveli i lumit Vjos ka arritur në 5.5 metra, ndërkohë që ende problematike mbetet zona e Bishanit, si më e goditura nga dalja e shtratit e lumit Vjos. Sipas informacioneve më të fundit nga terreni, uji është tërhequr nga banesat në fshatin Bishan, duke lehtësuar situatën për banorët e zonës. Megjithatë, në disa banesa dhe hapësirat përreth tyre ende ka prezencë të ujit, kryesisht në oborre dhe toka përreth, çka vjen të krijojë vështirësi për banorët. Problem mbetet edhe nën kalimi i Bishanit, ku ka ende ujë të grumbulluar, por pavarësisht kësaj, rruga është e kalueshme dhe qarkullimi i automjeteve nuk është ndërprer. Banorët shprehen se situata është përmirësuar krahasuar me ditët e mëparshme, por tashmë janë në pritje të procesit të evidentimit të dëmeve, veçanërisht në tokat bujqësore, që janë përmbytur për disa ditë me radhë. Sipas tyre, sipërfaqet konsiderueshme toke janë dëmtuar, duke rrezikuar prodhimin bujqësor dhe të ardhurat e familjeve të zonës. Kemi mbjellë elbe, grure. Janë prishur fare? Janë prishur, janë në ujë. Kur pritet të llogaritën dëmet? Po tani kur të vinë ata të komisionet, bjeri ujë të vlerësohet. Ai do dali tani ta shikoj, po prap tani nuk futesh dot. Sot situata si është më e qetë? Tash është më e qetë, sot ka qenë më e qetë. Dje ka qenë ujë dynjaja, siç e keni parë dhe vetë dje juve. Unë atë ka shpinë aty, më ata. Ai ishte mbushur dje kështu, nuk kalohet dot as me Ndërkohë rruga kalohet apo jo? Tani kalohet. Banorët vazhdojnë të mbetin të mbujuar, mos kalojnë nga kaloj kështu si puna ime, nuk kaloj kështu me vështirësi. Ulaka më shkau goma aty. Po në përreth banesave keni në ujë? Po ka tek këtu ka. Dihet të bllokuar sot si më ndryshe më mirë. Lumi u tërhoq. Ndërkohë, autoritetet vendore pritet të vijojnë monitorimin e situatës dhe të nisin verifikimet në terren për të vlerësuar dëmet e shkaktuara, si dhe për të marrë masat e nevojshme në ndihmë të banorëve të prekur.